Një aksion i befasishëm kontrolli i zhvilluar nga Inspektorati i Sigurisë Ushqimore zbuloi shkelje serioze në kushtet e ruajtjes dhe tregtimit të produkteve ushqimore. Ndërhyrja erdhi pas një sinjalizimi paraprak i cili ngriti dyshime për madhra jashtë standardeve higjieno-sanitare. Gjatë verifikimeve në magazina dhe ambiente tregtimi u evidentua një sasi e konsiderueshme djathi i mykur dhe me afat të tejkaluar përdorimi, që sipas autoriteteve ishte gati për të hedhur në treg. Po ashtu gjetën fruta të thata të importuara, të cilat ripaketoheshin në mënyrë të pasigurt, pa informacion të plotë mbi origjinën apo përmbajtjen, duke rrezikuar seriozisht shëndetin e konsumatorëve. Në total u sekuestruan rreth 200 kg djath kaçkavall dhe fruta të thata, si dhe afro 2.2 ton produkte të tjera pa etiketë ose me etiketa të parregullta, mes tyre edhe sadam dhe artikuj të tjerë me origjinë shtazore. Të gjitha këto produkte do të nënshtrohen procesit për asgjësim për të shmangur çdo mundësi shpërndarjeje në treg. Për shkeljet të konstatuara, institucioni vendosi 7 masa administrative dhe gjobaj që në total arrin 1.6 milion lekë, ndërsa paralajmërojnë se kontrollet do të vijojnë me intensitet të shtuar për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e qytetarëve.